Pas shumë diskutimesh dhe debatesh, pjesë të cilave ishin dhe tensione që vinin nga jashtë mjediseve të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, antarët e komisionit vendosen që brenda sallës të ishin vetëm përfaqësuesit e koalicioneve, partive jashtë koalicionit dhe vëzhguesit akredituar, përfshirë këtu edhe median. Por vendimi ashtu siç pritej ka shkaktuar sërish tensione të ashpra. Neni një shines të një kondicion të Republikë Shqipërisë, pika një, çdo kandidat ka drejt me pa votin e tij. A flasim me një me dy sensorte. Një në shtetet Shqipërisë. Si në Amerika, edhe shkotat e shqiptarëve në esë me pa votin e tij. Çfarë ky standard që vendosni? Ligji o zoti kryetari, jeni shines të një, pika një e kodit qendror të Republikë Shqipërisë thotë, të gjithë kandidatë kanë të drejtë pozicioni vazhduese të shojnë votë e tyre. Siç është. Si kandidat tim? Jam kandidat, jam i parë në listë. Kandidat për këshillor jam. Me zonin. Ty të ka pro partia? Partia, më ka zgjedh kandidat parë. Jo, s'ka zgjedh ty, ka vu 15 ta. Jam i parë në listë. S'ka rëndësi, i parë 15 Sa standarde do bëjmë na? Kryetari subjekti ta Tiranë. E keni Tiranë, man? Ju nuk keni... Ose e kërgu kryetari. Ose ti, unë një partia shqiptare të leu. Po, shqiptare të leu, ka koalicion të zgjedh me Tiranë. E tjetërin e dy koalicionit kanë caktuar një komision qendror. Ju do të merrni vendime. Jina shqiptar, Gjithsesi, rreth orës 15 ka filluar procesi shumë pritur i numërimit të votave për forcat politike, por pas 3 kutive të para, procesi sërish është ndërprer për shkak të gabimeve në renditjen e forcave politike të shënuara në proces verbalet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesi i numërimit të kutive në fletet e subjekteve politike pritet të mbyllet pas mesit të natës, nëse nuk do të shoqërohet sërish me probleme.